Buxheti i vitit 2015 do të jetë më i madh i të gjitha viteve, 470 miliard lekë ose 4.7 miliard dollar. Vision Plus ka siguruar draftin e hartuar nga Ministria e Financave të projekt buxhetit vitit 2015, i cili është 140 milion dollar më shumë se ai i këtij viti. Në prioritetet e vendosura, Ministria e Financave ka listuar pikë së pari uljen e borxhit publik nga 71% e prodhimit të brendshëm bruto në 65.5%. Por qeveria nuk do të ndryshojë peshën që do t'i japë investimeve publike. Ato do t'jenë 5% e prodhimit kombëtar dhe 100 milion dollar më shumë se një vit më parë, ndërsa sektorët kyç do t'jenë arsimi, shëndetësia, energjia dhe bujqësia. Në relacionin shoqërues të projekt buxhetit, nënvizohet se fondi për dëmshpërblimin e ishpronarëve do të qëndrojë në 14 milion dollar, po aq sa edhe ky vit. Financat në këtë rast kërkojnë që Ministria e Drejtësisë të bëjë gati sa më parë planin se si do të shlyhen ishpronarët, pasi vendimet e Strasburgut janë një kërcënim i përhershëm për buxhetin. Vetëm për një vendim, buxhetit i duhet paguaj 12 milion dollar. Prioritet do të vijojë të mbetet edhe pagesa e detyrimeve të prapambetura, të cilat kapin vlerën e 200 milion dollarëve. Po kështu një sasi e konsiderueshme do të jepet edhe për informatizimin e sistemit tatimor, të cilat do të ndikojnë në uljen e korrupsionit në tatime. Rritja ekonomike në 2015 mendohet të shkojë në 3% dhe në strategjinë e hartuar nga financa deri në vitin 2017, ekonomia jonë do të arrijë të rritet me 4.5%.